180 vjet burgim në total ka kërkuar të hënën prokuroria specializuar për ish-krerët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin, sipas fjalës së fundit të prokurorisë, duhet të shqiptohet dënim nga 45 vjet për secilin nën akuzat për krime lufte e kundër njerëzimit. Fjalën përfundimtare që nxiti shumë reagime në Kosovë e filloi kryeprokuroria Kimberly West. Ne i qëndrojmë asaj se çfarë kemi parashtruar në dosjen tonë, që ne i qëndrojmë faktit që ne kërkojmë dënimin e personave konkret. Ne nuk kërkojmë një dënim për shtabin e përgjithshëm, por për persona konkret. Ajo pretendon se të akuzuarit kanë kryer krime kundër njerëzimit për të pasur kontroll në të gjithë Kosovën. Në mënyrë që të arrinin qëllimin e tyre të akuzuarit, kanë kryer krime kundër kundërshtarëve të tyre, të perceptuar për të pasur kontroll në të gjithë Kosovën. Kryeprokuroria përmendi edhe dëshmitë e 7 ndërkombëtarëve të mbrojtjes së Thaqit. Ajo tha se janë bërë përpjekje për të ndikuar, zbutur ose për të ndryshuar dëshmitë të caktuara. Gjykata ka prova të shumta. Për shembull, të akuzuarit kanë qenë antar të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s përpara nëntorit të 98-s dhe ka prova që komandantët e zonave kanë marrë urdhëra nga të akuzuarit dhe jo e kundërta. Më pas, vazhdoi fjalën prokuroria Claire Levson, e cila tha se ka dëshmi për ekzistencën e një koordinimi të përbashkët kriminal. Ne kemi përmbledhur në dosjen tonë e edhe sot gamën e gjerë të provave rrethanore të drejtpërdrejta që vërtetojnë ekzistencën e planit të përbashkët. Një kontratë e nënshkruar në mes antarëve të NPK-s nuk nevojitet domosdoshmërisht për këtë qëllim. Prove drejt për drejt, sipas saj, janë edhe komunikatat që u lëshuan nga UÇK-ja. Ajo tha se krimet janë kryer nga vartësitë e të akuzuarve dhe se edhe ata vetë kontribuan. Të akuzuarit këtu nuk po gjykohen për vepra penale e rutinë që kanë ndodhur gjatë asaj kohe, por për dhunën e përgjithshme apo për djegjen e shtëpive që ndodhi gjatë asaj kohe kundër civilëve serb. Prokuroria pati disa fjalë edhe për gjykatën ushtarake të UÇK-s. Gjykata shërbejos një fshesë për të vendosur një shtresë falëse për të fshehur legitimitetin, absurditeti me të cilin është aplikuar kjo. Jepet ose mund të shpjegohet nga çështja e vëllezërve Salević që tërhoqi vëmendjen e ndërkombëtarëve. 2 vëllezërit u rrahen nga UÇK-ja dhe njëri prej tyre vdiq. Ajo tha se të ndaluarit serbe shqiptar u mbajtën në periudha të ndryshme dhe u rrahën nga Recep Selimi në të njëjtin vend ku u vranë 11 persona. Me gjetjet e pretenduara të ZPS-s nga prova që përshkruajnë veprimtarinë e UÇK-s nga pranvera e deri në verë të 1998-s, vazhdoi edhe prokurori Alan Tier. Ai tha se Selimi dhe Thaqi gjatë 1997-s kanë pasur role të rëndësishme duke sjellë armë për të bërë sulme ndaj ushtrisë serbe. Nga fillimi tetorit në Llapashtis, në një stall, ishte vendi ku janë mbajtur të ndaluar një numër personash në zonën e Llapit. Më shumë se 20 janë ndaluar, janë mbajtur atje. Janë marrë në pyetje, janë rrarë dhe disa herë janë vrarë për shkak se quheshin bashkëpunëtor për arsye të ndryshme. Veç kësaj, ai shtoi se lufta kishte nisur më herët, por që vrasja e jasharëve e ka zgjeruar atë. Dita hënë ishte rezervuar enkas për prokurorin për deklaratat përmbyllëse, e cila do të vazhdojë edhe rreth 2 orët e mbetura të martën për të pasuar me deklaratat e mbrojtësit të viktimave. Ndërsa të mërkurën, radha vjen deklaratave përmbyllëse të mbrojtjes së Thaqit dhe Veselit, e që kjo e fundit do të vazhdojë edhe të njëjtën për të pasuar me mbrojtjen e Jakub Krasniqit. Më pas të premtën vazhdon mbrojtja e Recep Selimit. Ndërsa më 16 dhe 18 shkurt është periudha ku mund të deklarohen vetë akuzuarit. Aktgjykimi pritet të shpallet më së largu deri në qershor. Ish-krerët e ushtrisë qeverimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hag që nga nëntori i vitit 2020.